Përshëndetje gjithë miq, takohemi në Albania Newscast në episodin ton të radhës. Do ndalemi te disa zhvillime intensive që kanë ndodhur gjatë fundjavës që sapo lan pas protesta në Zvërnes që kanë shkaktuar shumë reagime mbar vendin, por gjithashtu kanë patur dhe një protestë të madhe që mbajt në kryeqytet. Do ketë edhe të tjera, do flasim edhe për këtë debatin mediat ka shi opinionin publik, klasa politike që me sa duket ka mbajtur një heshtje relativisht të gjatë dhe pavarësisht se ka kaluar shumë minuta dhe shumë orë nga momenti i protestës dhe ato pamjeve brutale që kemi parë në Zvërnes, ku qytetarë të thjesht janë zvarr nga disa roje private, u shkarkua dhe drejtori i policisë së Vlorës, por kemi patur ditën e sotme edhe reagime të tjera kryeministri Rama, zoti Berisha, të cilët gjithsesi kanë qenë reagime të kujdesshme. Por ne do bëjmë një bisedë pa doreza me të gjitha të vërtetat që ndoshta nuk thuhen edhe në media me kreun e lëvizjes bashk Arlind Qorri. Arlind, faleminderit. Kënaqësi që më erdhe në këtë iniciativë time të re mediatike. Faleminderit shumë Arlind. Çfarë nuk po kuptojnë njerëzit nga situata në Zvërnec? Unë besoj që sot qytetarët shqiptarë kanë syt më të hapur se kurrë më parë. Kështu që nuk besoj se ka mbetur gjë pa u kuptuar. Por patjetër mund të ketë detaje të cilat janë objekti i punës SPAK-ut tashmë. Për mënyrën se janë tjetërsuar pronat, me çfarë procedurash. Edhe SPAK fatmirësisht po merret me çështjen. Ka reaguar, duhet të reaguar më herët, sepse ky është problem i e vërtetësh, ka disa vite. Ka disa vite. 3 vjet, 4 vjet Në Zvërnec ankohen qytetarët, kudo ankohen qytetarët për tjetërsimin e pronave. Mirë, po prapë është lajm i mirë që po hetohet tashmë se si ka kaluar prona nga duart e pronarëve legjitim, banorëve shekullor të asaj zone, në 2-3 vetë që një zot e di si dolën pronarë të plantacioneve, po themi të mëdha, pranë Bregdetit. Po ashtu qytetarët kanë kuptuar dhe po kuptojnë shumë mirë se kush qëndron pas kësaj plaçkitje, që është e pronës private njëherë të qytetarëve vendas, e dyta është e pasurive tona publike, në kuptimin e plazhit, detit, që nuk është i askujt në pronë, i ekosistemit dhe i zonave të mbrojtura, që përsëri janë trashëgimi natyrore, ta quajmë kështu, edhe hise e përbashkët e jo vetëm shqiptarëve të sotëm, po edhe shqiptarëve që do të vinë nesër në jetë. Dhe ata që qëndrojnë mbrapa janë rreth parë qeveria e Edi Ramës, oligarkët vendas dhe të huaj, por edhe pjesa tjetër e spektrit politik opozitar, veçoj këtu opozitën e vjetër, të cilat jo vetëm që nuk kanë thënë asnjë fjalë në mbështetje të kërkesave legjitime të qytetarëve, por janë bërë bashkë me Ramën për të mbrojtur atë plaçkitje skandaloze të banorëve vendas, po edhe të popullit shqiptar në tërësi, në Zvërnec dhe jo vetëm Zvërnec, por kudo tjetër nëpër Shqipëri. Të kam përmendur edhe ty, zoti Rama, në reagimin e tij të parë sqarues, sipas tij edhe pse mungoni shumë detaje për këtë së vërtetës nga ky projekt, por edhe zoti Berisha ose pjesë, jo zoti Berisha ty direkt, por antar, po themi, të kësaj force politike dhe enturazhi i zotit Berisha janë marrë edhe me emrin tënd. Përse ka ardhur ky reagim i tyre? Ata kanë frikë se lëvizja bashk është mes të qytetarëve dhe reputacioni ynë po rritet në mënyrë shumë të shpejtë në zemrat dhe në mendjet e të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë dhe po përpiqen që të manipulojnë opinionin publik, të hedhin akuza, shpifje, të flasin për komplote, kush i përfshirë gjithë bota. Nga Ballkani, lindja e mesme, kontinentet tjera, vetëm se si ti prishin planin e mrekullueshëm Edi Ramës që çuditërisht fare, po çuditërisht, më thonë Iza, ka në krah edhe Sali Berishën. Ne kemi vite që themi që Edi Rama dhe Sali Berisha janë një, kanë interesat përbashkëta me oligarkinë ekonomike, kanë interesat përbashkëta politike për të ruajtur duopolin politik, kanë nisur një varg reformash shkatrimtare, mendoj unë, për sistemin politik dhe shumë çka tjetër, dhe po e nxjerrin kokën në kulmin e protestave qytetare si Zvërnec ashtu dhe në Tiranë, po e nxjerrin kokën patrupsisht fare. Dhe po thonë që ne jemi kundër qytetarëve, ne jemi për oligarkët, vendas të huaj, Xharet Kushnerin, Shefqet Kastratin, Dreqin dhe të Birin që praktikisht po plaçkisin edhe banorët e zonës, edhe popullin shqiptar në tërësi. Arlind, që ta kuptoj edhe më mirë, ju kritikoni mënyrën si është marrë toka, kritikoni investimin, cila është kritika kryesore që keni për këtë projekt? Kritika janë është e shumanshme.
Miseron detaje. Nuk kemi asnjë problem dhe fatmirësisht mund ta themi që këtu pronari vetëm i kësaj gjëje jam unë, kështu që mund të themi emra çfarë ata që mendon ti që kanë bërë shkelje gjithmonë. Ktu ka një varg problemesh. Problemi i parë ka të bëjë me shpronësimin e qytetarëve të Zvërnecit. Dhe jo vetëm Zvërnec, por kjo ndodh kudo, në Rrioll, kudo. Sajohen në mënyrë të falsifikuar pronar fiktiv që nuk kanë bënë me zonën dhe shpronsohen qytetarët. E dyta, ka të bëjë me faktin që zona në cilën është dhënë leja ka qenë zonë e mbrojtur dhe qeveria e Rama ka qenë dhe është hequr, është degraduar në status nga zonë e mbrojtur në peisazh të mbrojtur para disa viteve me ligjin e kësaj qeverie, pikërisht për të mundësuar investime që shkatërrojnë ekosistemin. Pra këtu kemi radh parë një plaç shkitje, radh dytë kemi të bëjmë me shkatërim të ekosistemit, sepse në atë zonë, pavarësisht se kush është pronari në kuptimin e zonave që nuk janë publike, nuk mund ndërtohet, nuk mund të hidhet beton. Është një ekosistem i rrallë që duhet mbrojtur për veten tonë, për ata që do të jenë pasardhësit tanë, fëmijët tanë, niprit mbesat tona e kështu me radhë. E treta ka të bëjë me faktin që në një ndërtim të tillë, praktikisht po hiqet nga territori faktik i Republikës Shqipërisë një zonë, ai gardh në Zvërnec, që bllokon hyrjen në rër dhe në det. Nuk ekziston asnjë vend botës. Në çdo vend normal të botës, deti dhe rëra janë pronë publike dhe janë të pagardhueshme. Që të thotë, këta nuk kjo thjesht po japin leje ndërtimi duke u vjedh pronat pronarëve legjitim. Jo vetëm po japin leje ndërtimi duke shkatruar ekosistemin, po praktikisht po rrethojnë brenda territorit të Republikës Shqipërisë një zonë ku qytetarët e Republikës Shqipërisë nuk mund të hyjnë. Është si të ndaloj njeri, të rrethoj dikush sheshin Skënderbej dhe thot, prej këtë momenti e tutje, ky nuk është më sheshi i qytetarëve, këtu duhet i marrësh leje, Xharet Kushteri, Shefqet Kastratit, Edi Ramës, kujt tjetër, duhet paguash edhe shumë para për të hyrë në këtë hapësirë që me ligj, me traditë, me logjik është e të gjithëve. Pra këtu jemi përpara një dëmi të shumëfisht, që është, po them, edhe një herë, ndaj komuniteteve vendase, që janë pronar privat tokës, ndaj popullit shqiptar në tërësi, që është ai që ka hise në ruajtjen e ekosistemit dhe zonave të mbrojtura, dhe tjetër ndaj të gjithëve ne që plazhet, detin, na takon t'i kemi në përdorim dhe pa i marrë leje askujt dhe pa paguar askënd. Pra, këtu kemi një varg shkeljesh, pastaj po mund përmendim pa diskutim korrupsioni, sepse po folëm për tjetërsimin e pronës, kemi zyrtar shtetëror të gjitha niveleve të përfshirë nga falsifikimi i dokumentave, te mosbërja transparentës, te mos respektimi standardeve mjedisore e gjithçka tjetër. Pra, është një proces që ka përmbledh disa dëme, një varg fajtorësh dhe gjithë këta duhet t'japin llogari. Penalisht në radh parë, po kjo është detyrë e SPAK-ut gjykokos e kështu me radhë. Që është futur në lagë. Por edhe politikisht, sepse ky nuk është një krim që e kanë bërë thjesht disa persona privat. Ky është një krim që ka autorësi politike. Është qeveria aktuale, që duhet jetë përgjegjëse edhe penalisht, dhe pastaj po e pam në përgjegjësi politike, është përgjegjësi e gjithë atyre që kanë heshtur deri më sot. Kanë heshtur ose sot vazhdojnë të gënjejnë për ta shitur atë investim, sikur do të jetë shpëtimi i Shqipërisë. Sikur ai investim të ishte shpëtimi i Shqipërisë, siç e thon ata, do e kishin filluar informimin vite më parë, e do e sqaroni gërm për gërm, e do shkonin te ata banorët, e do shkonin te komunitetet e ambientalistëve dhe do thoshin shkoni çfarë mrekullie kemi ne. Çfarë ide geniale që kemi. I gjithë ky proces është bërë në fshehtësi dhe fshihet ai që bën faj, ai që ka merit, ai që do të bëjë gjë të mirë. Përkundrazi, dele mburret, do dilte Edi Rama vite më parë e do thoshte vëllezër e motra, thoshte kam një ide geniale, ky është një projekt genial, ja shikoni, ruhet prona e qytetarëve, ruhen standardet mjedisore, ndërtohet, po themi me dru dhe jo me beton, plazhi është i hapur për të gjithë, efektet ekonomike janë këto, nuk është bërë fare një diskutim i tillë. Gjithçka është bërë mbrapa perdeve, deri në pikën që banorët e Zvërnecit të gjendur me shpatulla mbas murit, të shpronsuar dhe kur shohin që ai plazh që ata e kanë përdorur brez pas brezi. Mua më thoshin banorët kur diskutoja ditën e shtunë.
që ishin bashkë me ta, më thoshin se si prindrit e tyre kanë hapur rrugën me punë vullnetare. Kanë mbjell pemë, kanë pyllëzuar zonën, kanë ndërtuar... Është një pyll artificial, për ata që nuk e din. Kanë kontribuar brez mas brezi, se si kanë ndarë tokat që ka takuar atyre familjeve. Tokat i kanë me letra, Erlin, me sa ke komunikuar? Pra i kanë të rregullta? Nga ajo që kam komunikuar me banorët e Zvërnecit, këto janë toka në pronësi të vjetër, që me ligjin 7501 i ka konfirmuar. Okay. Pra pronarët me 7501, dhe i komuniteti fshatit, është kthyer tek pronat e dikurshme. Dhe problemi me banorët është që shteti nuk ka plotësuar dokumentacionin pronësor në fillim, pra i ka zvarritur në dhënien e dokumentave pronësore, dhe pastaj gangsterët e zonës, përmes kërcënimit, përmes korruptimit të gjykatësve, të kadastrës e kështu me radhë, kanë falsifikuar dokumentet e pronësisë dhe një ditë ata, pronën e tyre, e kanë parë që me letra i rezulton dikujt, i pyeta fshatarët. Po, këta që janë Rama thot që janë juridikisht pronarët, ose dem babadem pronarët. Nuk kemi falur gjithë. Kush janë, tha? I thash, kush janë? Janë banorët fshat. Jo, tha, nuk kanë të bëjnë fare me fshatin tonë, nuk kanë të bëjnë, tha, me zonën. Nuk janë njerëz që nuk janë familje të zonës. Tani si ka mundësi që pronar të tokave pranë Bregdetit janë njerëz që sipas atij komuniteti nuk kanë të bëjnë me atë komunitet. Po që këtu është, ata thoni kemi bler apo jo? Po kujtja ka bler pra të, se këtu, po them dhe herë, këta që po ndërtojnë me demekja pas kanë bler pronarëve, po ata që janë pronarë që i kanë shitur janë 3 vetë, sipas hulumtimit të reporterit, të cilët banorët thonë nuk janë fare të zonës. Dhe është shumë interesante Arbër, kudo nëpër Shqipëri, përfituesit nga ndarja e pronave janë shumë pak, ndërkohë që ata që ankohen janë me qindra. Me mira ndoshta. Jo, në të njëjtin komunitet, në një fshat. Pra, përfitues janë 2-3. Ata që thonë po na vjedhin janë 300-400. Dhe kjo është si ka mundësi, sepse në Shqipëri, edhe në traditën tonë, të paktën në ato zona, edhe në sipas legjislacionit 7501, prona është ndarë në mënyrë pak a shumë të barabartë, në bazë të frymëve. Për shembull, 7501 që kanë ndarë pronën në bazë të frymëve. Që thotë familjet e zonës ose kanë marrë pronën tradicionale, ose janë spostuar në kufi aty afër, por fryma ka qenë barazimtare. Dhe përfituesit, po them një herë, janë 1 vet apo 2-3 vet, dhe ata që ankohen janë qindra vet. Pa që këtu duket që kemi një proces të plaçkitjes së pronës, fakti që pra e merr ai që paguan më shumë. E merr ai që është më i fortë, është ai merr ai që ka lidhje politike dhe merr ai që paguan më shumë. Dhe në këtë lëmsh të madh, sigurisht që qytetari i zakonshëm dihet i plaçkit. Dihet i revoltuar. Si e shpjegon këtë heshtje nga politika ose këtë mbështetje pa kushte ndaj këtij projekti? Asnjëri nuk e ka vënë dyshim, po flas partitë e mëdha gjithmonë. E vërtetë është që vetëm Lëvizja Bashk e ka denoncuar që në kryet herës, madje që në fillim fare, që në hapat e para të këtij procesi shpronësues, e kemi ngritur në fjalimet tona, takime publike, në podcaste, në komunikim publik, janë me 10 ose 100 materialet në rrjetet sociale që dëshmohet kjo gjë. Arsye pse partitë e tjera ose janë bërë palme të keqen ose kanë heshtur, ka të bëjë në radhë parë me faktin që luhet para e madhe. Aty ku luhet para e madhe, parti politike parazitare duan të kapin e gjë për vete. Vjedhin diçka, dhe ti vjedh shumë, jep dhe mua pak. Kjo është logjika e financimit partive fatkeqësisht të tjera në Shqipëri. Merr para nga oligarku, merr akses mediatik nga oligarku tjetër dhe pastaj mbyll gojën. Dhe kjo ka ndodhur. U desh të bëheshin protesta, të rrieshin qytetarët që kujtohet tek tukë ndonjëri. Pamje makabre, pamje makabre. Kur shpërthen zjarri, pastaj është kollaj thuash gjysmë fjalë. Problemi është që do ta thuash fjalën në kohën e duhur. Tjetra, ka të bëjë faktin që këtu janë përfshirë përveç oligarkëve të vendas, që edhe këta janë mjaftueshëm të fortë për të mbyllur gojën çdo kujt që nuk bën politikë parimore. Këtu janë përfshirë edhe oligarkë të huaj. Po e reformën për sërishkrimit të reporterit, bëhet fjalë për ca investitor arab, të paktën formalisht, pastaj për ca guacka futet ku diun një rusa, një bullgare, ku diun çfarë. Dalin sa emra të çuditshëm. Si ndërmjetës ka dalë që në kryet herës Jared Kushner, domethënë dhëndri i presidentit Sebas Trump, që fundja këtë punë ka, domethënë të përfitoj nga, po t'i referohemi shtypit amerikan, të përfitoj nga
pesha, po themi, të vjerrit për të siguruar kontrata. Mos është kjo arsyeja e heshtjes në të vërtetë dhe jo oligarkët? Pra, apo janë të dyja bashkë? Të dyja bashkë, sepse sigurisht kanë ndikim oligarkët e huaj, kanë ndikim faktorët ndërkombëtar, por ka ndikim shumë të madh oligarkia vendase. Sepse unë nuk ma mendja që çoj mesazh Kushneri nga Amerika që të mbyllin gojën të gjitha televizionet të Shqipërisë. Këtu kemi në një ustav vendas. Nuk kujtu as Arabi, as Kushneri që të marrë pronarët e televizioneve të Shqipërisë, tha asnjë lajm për kjo është e saktë. Për protestat, kështu që pak po e vërtet. Edhe hajde mund shkoj presioni tyre tek ata krerët e shtetit, por deri tek pronari i televizionit periferik që jep ku diu, thotë sa ditë e bukur sot për të bërë plazh, ndërkohë njerëzit rrihen aty në Zvërnes. Unë isha në Zvërnes me aktivistë televizijës bash ditën e shtunë, me qindra banorë dhe qytetarë që në ardhur të protestonin, dhe aty domethënë ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme, diçka që nuk e kemi parë në historinë e Shqipërisë, ku policë privat kanë rrëmbyer qytetarët, kanë goditur, kanë rrahur, dhe në pranit policisë shtetit, policia e shtetit kishte ardhur aty, kishte ardhur me skafandra, me shkopa gome, me mburoja, me gjitha, pa kishte ardhur e mirë pajisur, dhe ato pajisje nuk shërbenin që të mbronin qytetarët nga gangsterët, po që të mbronin gangsterët nga qytetarët, se kur rrëmbyeja i djali, njerëzit donin të hidheshin bitela që ta shfëtonin, e policia e shtetit pastaj i përzinte. Pra në vend shkonte të thoshte, ora kush? Si e merr? Si e merr ti këtë? U kam mbajtur aty, kam qenë aty pranishëm. Dhe e pyesja, po keni ndonjë kush është shefi juaj? Kur me kët kujt i kërkojmë llogari? Shiko çfarë ndodh para syve tan. Po rrëmbej një person, po e marrin. Edhe pse më vones fatmirësisht ju hoq licenca atyre kompanive. Pavarësisht se tani që po flet gjithë Shqipëria. Po. Tani po flet gjithë Shqipëria. Po diun, rava mund dalin nesër thotë arrestohen të gjithë ata aty, të gjithë. Më kupton se ai tani do të shpëtoj lëkurën e vet. Nuk ka më problemin tek ata budallënjt me si do duk fjalimi i Ramës, argumentimi, arsyetimi i tij. Rama ka humbur prej kohësh arsyen, kësaj radhe ka humbur dhe qetësinë. Po e kuptojnë që po i lëviz terreni poshtë këmbëve. Po e kuptojnë që shoqëria tashmë e ka tejkaluar, që ka faktor politik të shëndetshëm si lëvizja bashkë që ka një reputacion, po ndërtojnë një reputacion të jashtëzakonshëm mes qytetarëve. E kuptojnë që edhe një herë po rrezikon pushtetin politik bashkë me pushtetin politik, privilegjet ekonomike dhe mos harro diçka. Kur pushtetarët e korruptuar humbin pushtetin, nuk humbi thjesht pushtetin, do humbi dhe lirinë. Se kur s'ke bërë ndonjë faj, po humbe pushtetin, fundja punë e madhe, do kthesh profesionin tënd. Ka jetë përtej politikës. Po do shkruash në një libër, do merresh me kalamajt, me besat, niprat e kështu me radhë. Ka jetë, problemi është kur je politikan i korruptuar. Dështimi nuk është vetëm politik. Është edhe ekonomik, se institucionet pastaj do të gjurmojnë pasurinë që ke vjetur, edhe rrezikon, si e thon, ndalesh me pustë kuqe, dhe dyta, pastaj rrezikon dhe lirinë. Pushteti, shiko, historia ne na ka mësuar që nuk ka njerit sigurt në pushtet. Edhe njerëzit ndukje më të paprekshëm janë shumë të brisht atëherë kur krijohet një masë qytetarësh që u kërkon llogari. Do e ke shparë dhe ti si shumë tjerë pamjet e fund vitet 80 Nikola Ceaușescut në Bukuresht, se si rrëshqet situata nga duart, se si populli aty i Bukureshtit gati një javë i fishkëllen. As helikopteri nuk mjaftoi për ta shpëtuar. Do thënë se si nga pushteti absolut ti përfundon brenda ditës. Brenda ditës tamam, do të thënë qen rrugësh, do të thënë kuptimin që njeriu më të dobët në të gjithë vendin. Rama e kupton këtë gjë dhe përpiqet, madje në fjalimin e vet më duket sikur po kërcënonte edhe deputetët e PS-s. Pra, shiko, kur të lëviz terreni poshtë këmbëve dhe je politikan i korruptuar, politikan që nuk e ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme as me bashkëpunëtorët e tu. Ti ke frikë që të parë do të tradhtojnë ata aty. Pra ata aty do të rrëzojnë për shpëtuar veten, për kalkulime politike të ditës, për t'ju përgjigjur presionit që vjen nga shoqëria. Prandaj, po them, pushteti sado i fort të duket është gjithmonë i brisht atëherë kur e ka shoqërinë kundër. Vjet mbas zgjedhjeve, kur Rama fitoi 83 deputet, mund ta verifikoni në rrjetet sociale, un kam dhënë disa mesazhe dhe kam thënë që shko, kjo fitore e Ramës është si e Pirros. Po e mbaj mend. Është një fitore si e Pirros që ka fituar 83 deputet, por nuk do ta ketë gjatë, sepse mënyra si ka fituar është me aq presion,
me aq para. Dhe të gjitha këto që ai Po ka edhe merite e sistemit, sistemi që ka ndërtuar pa diskutim. Jo, edhe sistemi zgjedhor. Të gjitha Automatikisht diku te 8-9 mandate ja dha sistemi. Pa diskutim. Por mos harro diçka që kur u bën zgjedhjet PS-ja mori mbi 50% votave, që ju përkthyen pastaj në 1% nga akoma më të 48% që Po kupton? Dhe pyetja që unë shtroja aso kohë ishte që këta që morën kaq shumë vota, i morën se i meriton, i morën se punojnë mirë, apo i morën sepse ka ndërtuar një sistem plaçkitjeje, presioni, favoresh që u ja bëjnë oligarkëve dhe të tjerëve, të cilat prodhojnë pushtet përkohshëm, po pastaj prodhojnë një varg detyrimesh që biesh morit me kokë. Jemi te detyrimet. E shikon vërtet kaq të fortë këtë që ti e ke quajtur oligarkia, pra ata që kontrollojnë ekonominë e vendit, dhe në këto situata bie shumë në sy. Pra, ndihesh mirë kur koha po të jep të drejtë në shumë element. Janë shumë të fortë, ndonse nuk janë, forca e tyre nuk është publike. Por pikërisht, publiku nuk e kontrollon dot. Po ndryshe nga Rama që del aty edhe i bie me grusht tavolinë ose mban fjalime. Oligarkët nuk mbajnë fjalime. Se ato su takon mbajnë fjalime edhe nga që janë edhe hajvan, kuptimin e formimit, nuk din as të lidhin dy fjale që dalje të flasin publikisht. Po, duke pas shumë para, flasin për miliarderë në euro. Këta janë njerëz që ndikojnë përmes subvencionimit partive politike, përmes blerjes së mediave, përmes reklamave, ndikojnë kanë ndikim shumë të madh politik. Dhe tashmë Rama çfarë po bën sot? Po ju kthen kastratit me shok borxhin për parat që ata i kanë dhënë në zgjedhje, për mbështetjen që ata i kanë dhënë në zgjedhje. Prandaj them që kam thënë që fitore e Ramës ka qenë si Epiros, që thot një fitore taktike që i paraprin një humbje strategjike. Pra një fitore sot, por që nuk është kalimi i lumit, sepse ata që e kanë mbështetur për të fituar në mënyrë të pandershme, sot kërkojnë thelën e tyre. Po s'mund të japësh thelën e tyre pa ja kputur nga trupi popullit shqiptar. E kur ja kput thelën e mishit nga trupi popullit shqiptar, populli reagon. Reagon Zvërnes, reagon Tiranë dhe do me shpatlla Masmuri. Për ta mbyllur diskutimin te Zvërnesi, megjithatë disa emra që bien në sy, ishte edhe një personi që nuk është se shquhet shumë si oligark, më shumë ka patur probleme të kaluarën me çështje penale, mos gabohem apo jo. Po. Shehu, Artur Shehu, po. Artur Shehu, mos gabohem. Po. Sigur, këta janë pra këta banditët lokal që kanë përvecuar pronat e banorëve të zonës. Dakor? Këta janë ata që janë bërë de jure pronar pa qenë të tillë, dhe këta pastaj janë pala që ka negociuar me pushtetin politik dhe me investitorët vendas dhe të huaj për të marrë thelën e tyre. Tani këtu ende nuk është bërë transparente, por po është këta pronar në thonjza kur e shitën këtë pronë, sa e shitën këtë pronë, sa fitua, sa taksa paguan. Asgjë nuk dihet. Ajo që dihet është që kanë përfituar në mënyrë të paligjshme dhe bëhet fjalë për njerëz që sipas medias italiane kanë qenë bashkëpunëtor të ndragetas apo të mafjes italiane. Nuk janë është njëri që kaloi aty edhe gjeti sa dokumenta të vjetra të gjyshit. Për ta mbyllur, Rama sulmon Qorrin, po shikoj, po citoj mediat. Zgjidhni me mua ose Arlindo Dritgjatin. Përse mendon që ka quajtur Arlindo Dritgjati? Po nuk e di pse ka një fetish Rama, është i fiksuar mbas mbiemrit tim. Po ka ndodhur shumë herë që merret me syzet e mia, me mbiemrin tim. Po, e kanë bërë disa eksponent nga opozita sot pash. Arlind Qorrin, qorrat e tjerë. Po, e bëjnë. Është një mungesë e edukatës elementare, sepse sigurisht ti mundet edhe të shpotisësh kundërshtarët politik, po nuk është e denjë që të merresh me, me aftësitë e tyre fizike për të shikuar, me fakti që unë mbaj syze, kupton? Unë mbaj vëzhi kur vi që Kalabaj, është gjë normale, nuk është. Na bullizoli, ne që ishim me syze, na bullizoli shokët e klasës. Pastaj shokët e klasës u rritën e nuk e bënin më. Siç ne pastaj për një arsye tjetër unë do të kem bullizuar dikë tjetër, edhe unë u rrita, edhe thash sa turp nuk bëhet më. Zoti Rava nuk e di, është 60 vjeç, nuk e di sa është, e s'është rritur ende mjaftueshëm. Sa për të kuptuar që kur i kundërvihesh dikujt politikisht, nuk merresh me tiparet e tij fizike, nuk merresh me mënyrën se si quhet, si e ka emrin mbi emrin, dhe nuk merresh me familjen e tij. Me çdo gjë tjetër pastaj,
Mund të merresh me intelektin, mund të merresh me formimin, mund të merresh me karakterin, mund të merresh me ndershmërinë ose jo. Sigurisht, sepse këto janë gjëra që i shërbejnë ose nuk i shërbejnë interesit publik. Pra qofse unë do të isha i korruptuar, ishte detyrë të gjithë kundërshtarëve tim politik të merreshin me korrupsionin tim, sepse do donin të shpëtonin popullin nga unë. Por populli shqiptar nuk hyn asgjë në xhep nëse unë kur heq syze të shoh qartë apo më pak qartë, nuk ka të bëj fare. Kështu që është një budallëk fëminor i Ramës që tregon jo vetëm mungesën e edukatës elementare. Kam përshtypjen që familja dhe shkolla kanë dështuar këtë aspekt ta edukojnë, dhe tani shumë vonë për të edukuar, nuk edukohet, riedukohet njeriu i 60 vjeç, por nga ana tjetër tregon edhe tensionin e tij. Pra tensioni që ndjen nga populli shqiptar në radhë parë, po edhe nga reputacioni i rritjes lëvizjes bashkë. Do kaloj te një tjetër element i rëndësishëm, futemi te çështje tjera politike. Reforma territoriale, pra palët kanë filluar turin nëpër Shqipëri. Partia Socialiste merr ka deklaruar që është për një ulje të numrit, Partia Demokratike mendon që duhet ketë një rritje të numrit, pra nga 61 të shkojnë në 91 ose 95. Duke sikur palët kanë arritur një dakordsi. Fakti që janë ulur dhe bashkë po bëjnë këto turet nëpër Shqipëri duket sikur ka një dakordsi. E shikon dhe ti dhe për kë variant është lëvizja e bashkë? Dakordsia duket sheshet. Edhe me këtë rastin e Zvërnecit, domethënë, ka dalë që dhe ujërat e zeza kanë dalë sipërfaqe. Deri dje mundonin ti mbajnë nëpër kanale, ti përpunonin, tashmë kanë dalë sipërfaqe dhe duket qelbet spektri politik Shqipëri nga ujditë e pista midis Ramës dhe Berishës. Ujditë e tyre lidhen me Zvërnecin, me shpronësimin përgjithësisë shqiptarëve nga prona e tyre, por po ashtu lidhen edhe me sigurimin e duopolit politik. Dhe unë do ta lidh reformën territoriale me të tjera reforma që ata po përgatisin, reforma zgjedhore, ligji për financimin e partive politike, dhe aty janë bashkë, po se edhe po do. Ti marrim me rast, do të pyes edhe për pragun 4% që është propozuar. Tani, ajo çfarë po ndodh tek reforma territoriale, paktën në këtë fazë, është që nuk ka një platformë publike, nuk ka një projekt publik. Këta janë ende në fazën që pyesim popullin ç'a doni ju. Në kupton, edhe hedhin sa gjërat përgjithshme tipit. Një parti thot më pak njësi sepse duhet rritur eficienca, një parti tjetër thotë jo më shumë njësi sepse duhet rritur demokracia. Qëndrimi i lëvizjes bashkë është që ajo çfarë duhet, do të duhet ishte një diskutim i madh në radhë të parë me qytetarët dhe pastaj me ekspertët për të na treguar. Pra, politika duhet të dëgjojë dhe jo të marrë iniciativën këtë rast, për të na treguar se si mundet të po themi përputhen më mirë e të integrohen më kollaj parimet e eficiencës në administrim dhe demokracisë vendore. Pra, ne nuk kemi fetish për të thënë as më pak, as më shumë njësi vendore, por ne jemi për të diskutuar shumë gjatë. Duhet na thotë dikush, more, ky sistem që është në fuqi sot, çfarë probleme ka? Pse po ndroni? Janë probleme që kanë të bëjnë me mënyrën si është ndarë territori, apo me faktorë të tjerë, qofse janë probleme që kanë të bëjnë me mënyrën si është ndarë territori, cilat do të ishin format e reja të organizimit territorial. Ne në parim jemi mbi fjala që demokracia vendore të jetë shumë më e konsoliduar me fort, substanciale se sa sot, po kjo nuk ka të bëjë aq me kufijt e njësive vendore, se ka të bëjë me drejtat që ka populli për të marrë iniciativa. Shumë bashkive janë hequr ujësellsat, ndërkohë që është një shërbim shumë i rëndësishëm. Pra ka shumë detaje që problemi edhe më i madh është fakti që qytetarëve në bashki nuk kanë të drejtën për të nisur referendume vendore me aftësi vendosuese. Pra mund të kenë vetëm referendume konsultative që nuk vlen për asgjë. Pra, në këtë sens, ne na duhet një reformë administrative që në radhë të parë reflekton nevojën për demokraci lokale. Pastaj, se kush do të administrojë ujësjellsin, a do të administrojë bashkia, a do të administrojë një rajon më i gjerë se bashkia, a do të administrojë qeveria qendrore, a do të administrojë një institucion gjysmë i pavarur, po themi, kombëtar. Kjo është një çështje e hapur, kjo është një çështje për diskutim. Në rregull? Problemi është që ajo çfarë i motivon Ramën dhe Berishën, edhe në rastin e reformës territoriale, është më tepër në sens elektoral,
pra në sens kush fiton më shumë bashki në zgjedhjet e ardhshme. Rama thotë kemi më pak bashki në mënyrë që të fitojmë më kollaj, Berisha thotë kemi më shumë bashki që të marrim një copë më të madhe tortës në zgjedhjet e ardhshme. Dhe kjo është kontradikta mes tyre, pra nuk është një kontradikt që më po si ta riorganizojmë territorialisht vendin, dhe si ti menaxhojmë në mënyrë më të qëndrueshme burimet që kemi. Adriatik Lapaj ka propozuar pragun 4%. Partia Mundësia, një parti tjetër e re me 2 mandate, ka kundërshtuar, ka quajtur një asgjësim të partive të reja. Lapaj thotë që ky është propozimi i drejtë sepse çdo parti e re nuk mund të synojë të marrë 2 mandate, por duhet të synojë të marrë qeverisjen e vendit edhe ose të krijojë një grup parlamentar. Cili është qëndrimi i Lëvizjes Bashk për këtë prag elektoral? Zoti Lapaj ka drejtë të propozojë çdo lloj gjëje. Dhe unë nuk do ta kisha marrë asnjë sekond seriozisht, sikur ky të ishte vetëm propozimi i zotit Lapaj. S'e them fundja çfarë peshe ka zoti Lapaj në jetën politike shqiptare. Ka vetëm një deputetën Kuvendit të Shqipërisë që nuk merr dot as fjalën. Kaq. Dhe për tu miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor duhen një 84 deputet. Po. Mirë po, në gjykimin tim, ky 4% i famshëm është ide e përbashkët e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Pra janë ata që duan të ngrenë një prag shumë të lartë për partitë e reja për të hyrë në parlament, dhe në këtë rast zoti Lapaj është thjesht zëdhënësi i tyre. Pra që të mos dalin ata vetë të thonë po e bëjmë këtë gjë, del njëri dhe thotë, po çfarë fiton Lapaj nga kjo se? Po rrezikon edhe vetë nëse po ta shohim çik më gjerë atë që propozohet, e marrim vesh edhe çfarë mund fitojë. Sepse njëkohësisht me pragun 4%, propozohet edhe vendosja e koalicioneve parazgjedhore, çdo më thon koalicion parazgjedhor, që nëse ti je pjesë e një koalicioni, pragu nuk vlen për ty si parti brenda koalicionit, po vlen për gjithë koalicionin. Pra nëse në zgjedhjet e ardhshme hyn koalicion zoti Berisha dhe zoti Lapaj së bashku, 4% nuk vlen për partinë vete, po vlen për shumën e votave të koalicionit. Dhe madomendja që po hyri Berisha me Lapaj bashkë në zgjedhje, e kapin 4% në së bashku. Dakor? E pastaj më vete, kushdo që bëhet pjesë e këtij koalicioni, mjafton të ketë vetëm 0.7% votave për të nxjerrë një deputet. E 1.4% votave për të nxjerrë deputetin e dytë e kështu me radhë tërtaretin e të katërtit. Ndërkohë që një parti e re, si Lëvizja Bashk, që nuk ka ndërmend të hyjë në koalicion, sepse partitë politike në Shqipëri janë intensitetet ndryshme të njëjtit immoralitet politik, kështu që ne nuk kemi ndërmend të ndym veten me ta, ne do hyjmë me qytetarët në zgjedhje. Për partitë si Lëvizja Bashk, pragu faktik nuk do jetë 0.7% sa për partitë e tjera, po do të jetë 4%. Dhe që këtu kemi një pabarazinë historike. Sigurisht, jo 4, 5, ta bëjmë sa duan. Futun koalicion, thotë Lapaj, për diku se kanë pasur dhe të ftuar, pra mund të futet të bëjnë alianca të tjera. Del njëri tani dhe thotë të tregon çfarë të bësh, pra futun koalicion. E pse të futet koalicion? Pse, do të thënë, sepse këta kanë një gjë që nga që ose lufto për më shumë mandate. E duan pushtetin dhe paran me çdo kusht, janë gati të shesin dhe prindit e tyre për pushtet dhe para, dhe thonë për veten e tyre. Jemi të gati të bëjmë koalicion me dreqin dhe të birin, mjafton të hyjmë në parlament. Dhe thonë ti bëj dhe ti si unë, bëj dhe ti palaço për të hyrë në parlament. Jo, i themi ne, se nuk kemi ndërmend të bëjmë palaço, as për të hyrë në parlament, as për shkuar në Han. Ne duam të qëndrojmë ideve tona dhe të sigurojmë që jo 4 ta bëjmë, 5, 6, sa duan ta bëjnë, Lëvizja Bashk ka përcyer pragun. Pra kjo nuk është çështje për të mbrojtur Lëvizjen Bashk, kjo është një çështje për të mbrojtur parimin. Pra sot, po themi, me këtë sistem zgjedhor që kemi, ku pragu kombëtar është 1% e votave, sigurisht pastaj duhen marrë votat të mjaftueshme në një qark. Pra, në sistemin që kemi ne sot në fuqi elektoral, ka vetëm 6 parti parlamentare. Të duken shumë 6 parti parlamentare. Pra nuk është se ne kemi një sistem zgjedhor ku janë futur 20 parti dhe ku partia e parë ka 33 deputet, edhe shumë e vështirë për të bërë shumicë qeverisë. Ne kemi një sistem politik dhe elektoral që maksimumi ka futur 6 parti në parlament, edhe ku partia e parë ka 83 deputet. Ka majorancë absolute. Të thuar që duhet ta ngrejmë pragun, duhet ta katërfishojmë pragun, çfarë do thotë praktikisht? Që në parlamentin e ardhshëm, pak në synimi i tyre është, një Rama të ketë jo 83, por 93 deputet, dhe këta tjerët, koalicion me Berishën, të jenë të vetmit që hyjnë në parlament. Por i kanë bërë hesapet pa hanxhiun, thot populli, sepse populli vet e kupton shumë mirë
ku qëndron e drejta, ku qëndron politika parimore, dhe po them dhe herë, jo 4 ta vën, po ta vën 7 sa në Turqi. Sa që ka sot. Mor ta vën sa duash, ne do hymë dhe do të arrim objektivin. Problemi nuk është a do të arrim Lëvizja Bashkë. Problemi është, po ta zëm, një kandidat i pavarur që do të kandidojë. E pamundur. Si do bëhet deputeta i kandidati i pavarur? Sepse praktikisht ti për të hyrë në parlament duhet zgjedhësh o 6 deputeta automatikisht o asnjë. Po ai që është vetëm kandidat i pavarur. Kandidat i pavarur, një profesionist, një sindikalist që ka mbështetjen e komunitetit vet. Ai që zgjidhet një deputet duhet marrë vota sa 6 deputet. Po një parti e re, një parti ku diun të rish, një parti intelektual, që do të lind nesër. Që se ka njëri politikën me tapi. Do lindezën pas një viti, një parti e re. Pse ti thuash kësaj partie të re? Po s'ka përceve ti 4% që në kombëtar, po vajtja 3.99%, po more 4.999 vota, nuk ke asnjë deputet. Ndërkohë po të merr një vot më shumë do kishe 6 deputet. Ama partia që ka hyrë në koalicion me Ramën apo Berishën, me 11.000 vota e nxjerr deputetin e parë. Kjo është e pandershme, kjo është e padrejtë, dhe kjo nuk ka të bëjë fare as me demokracinë, as me zotësinë, se po ta them edhe një herë. Kush e merr seriozisht të propozim, duhet të ketë pak të një detyrim moral. Dalet thotë, disi është puna, ne do hym pa koalicion. Rregull. Pa, dali zotëria do të thotë 4, 5. E drejtë e ti të propozojë çdo lloj pragu. Por ama duhet thotë, partia jonë do ty të kërkoj si parti mbështetjen e qytetarëve. Na e dhan 4, shpëtuam. S'na e dhan 4, u rrëzuam. Mbetet për të parë. Por gjithsesi. Kjo kërkon dëshmëria politike pra. Të thuash, hajde luftojmë kush më i forti. Ndërkohë që ke marrë komshiun me sopat me vete, nuk shkon. Pra, ose del në shesht mejdanit, si thot populli, me fortat e tua dhe mat vete, ose nuk mund të bësh një politikë të kësaj natyre. Te Partia Demokratike, se duhet flasim për të treja partit, ato që kanë marrë më shumë vota, tek Partia Demokratike ka një lloj qetësie ka shijush në kritika nga ana e zotit Berisha, ndërsa enturazhi i tij është shumë kritik. Si e shikon Partinë Demokratike? Ka ndonjë e ti ke sqaruar shumë herë, edhe Redi Muçi gjithashtu, deputeti juaj, ka ndonjë përqindje për ndonjë bashkëpunim pavarësisht situatave, Erlinda, apo është një derë mbyllur për gjithmonë? As sot, as kur, as me Berishën, as pa Berishën, sepse ai parti edhe kur të mos jetë Berisha do jetë një Berish i vogël që do të trashëgojë pushtetin e Berishës. Edhe ngjarjet e fundit e tregojnë këtë gjë, domethënë që Berisha është despoti i asaj partie. Në këtë konsens, ne jemi të ndarë përfundimisht, kemi qenë gjithmonë, jemi dhe do mbetemi të ndarë përfundimisht nga Partia Socialiste, nga Partia Demokratike, nga Edi Rama, nga Sali Berisha, nga të korruptuarit, nga oligarkët, nga të gjithë ata që janë përgjegjës sepse Shqipëria është në këtë gjendje, me kaq shumë probleme sa që është sot. Ne në Lëvizjen Bashkë besojmë në politikë parimore, besojmë në politikë ku flitet me qytetarët e vërteta, sqarohen problemet e mëdha të vendit, mendohet me arsye për zgjidhjet dhe në fund fare kërkohet me ndershmëri vota qytetarëve. Po të them diçka që ka qenë karakteristike e fushatave tona, 2 fushatave që kemi bërë elektorale, do të jetë e tillë derisa të jemi në Lëvizjen Bashkë, gjithë ne. Në fushata ne kurrë askujt nuk i premtojmë një vend pune ose një favor personal. Askujt. Megjithëse në takime mund dalë në njëri dhe thotë që ore po, kam një vajzë unë aty ose një djalë, si ta rregullojmë çik. Them që jo. Ne nuk e shohim shtetin si pronë private, edhe atë që është private po t'japin çik ty. Po të më kërkosh mua, ku diun, ke një hall dhe të thua mi jep gjysmat e lekëve që ke në xhep, po e patë hallin e madh edhe t'i jap. Se them, fundja parat e mia. Qofse un kam një pozitë publike, populli shqiptar më ka vënë në atë pozitë për të respektuar ligjet dhe për të vendosur parimet e drejtësisë shoqërore. Dhe në këtë sens, qofse respektimi i ligjit dhe i mirës publike është që çdo në punës i shtetit ta fitojë vend e punës dhe ta mbajë vend e punës vetëm në bazë të meritës dhe të etikës, është detyra e çdo kujt që përfaqëson qytetarët që të respektojë këto rregulla. Kështu që në këtë sens është e pandershme, është e palishme që unë apo të tjerë Lëvizjen Bashkë të shkojmë aty dhe të themi ti do bëhesh drejtor, ti do bëhesh në punës, ti do bëhesh roje, jo, nuk kemi në pronë të babait, as nënës. Jemi kujdestar, por na vot besoj shoqëria, jemi kujdestar të përkohshëm
të pasurisë publike. Vetëm kaq. Dhe pyetja e fundit, ç'mendim ke për drejtsinë, për SPAK, cili është qëndrimi që ke për gjithë atë aksion ose hetime, qëndrime që ka patur të paktën në muajt e fundit me drejtimin e zotit Braho? Shiko, në vitet e fundit, SPAK-u, GKK-ja, kështu me radhë, janë pra institucionet drejtësisë së re, janë institucionet më të mira që ka shteti shqiptar. Ta krahasosh me gjithë institucionet tjera, ekzekutive, legjislative, hallkat e tjera të gjyqësorit, pa diskutim, me distancë shumë të madhe, janë institucionet më të mira që kemi. Kanë bërë një punë të mirë në hetimin e korrupsionit, në ngritjen e akuzave ndaj personazheve të korruptuara, të politikës edhe të jetës ekonomike dhe shoqërore. Mirë, po mendimi tim është përsëri një punë e pamjaftueshme. Kërkohet dhe më tepër. Kërkohet edhe më tepër guxim, edhe më tepër iniciativë, edhe më tepër ndoshta përgatitje profesionale për të gjurmuar paranë e vjedhur. Ajo duket që është thembra e kilit deri tani. Gjurmuar paranë e vjedhur, që nuk është aq e lehtë, pra nuk është thjesht çështje fryma, nuk është se ka shumë para të kapacitete, po. Është çështje e rritjes kapaciteteve, e zhdërvjellësisë, bashkëpunimit me homologët jashtë Shqipërisë, sepse mos harroni, ata që vjedhin një pjesë të marrë të parave që kanë vjedhur i kanë nxjerrë jashtë Shqipërisë, ose i kanë kamufluar brenda Shqipërisë mes pas personazheve të tjera. Tani, detyra e një partie si Lëvizja Bashkë është që qoftë qytetarët apo të besojnë në zgjedhjet e ardhshme, kurdo qofshin ato, ne të përgatisim iniciativa ligjvënëse për të fuqizuar institucionet e drejtësisë, për të rritur kapacitetet e institucioneve të drejtësisë në mënyrë që hetimin ta bëjnë të saktë e të plotë dhe të mos kursejnë askënd për asgjë. Në këtë kuptim, po them edhe pavarësisht vlerësimit, unë mendoj që ka vend ende për përmirësimin e punës së SPAK-ut dhe të GKK-s për në masat që po themi restriktive, ndaluese, parandaluese që merren, që në gjykimin tim, ndryshe nga ç'mendon Rama, duhet të jenë më të forta, dhe në fund fare edhe në dënimet e të korruptuarve. Mirë, po këtu ne kemi problemet e të kuadrit ligjor. Po ju marr një rast. Ekziston për shembull institucioni i parashkrimit në pasi kalojnë mbi 10 vjet. Pasi kalojnë ca vite, akte korruptive si korrupsionit, sidomos i korrupsionit aktiv, pra korrupsionit ku oligarku korrupton zyrtarin e lartë shtetit, po kaluan 5 vjet nga akti korruptues, edhe po të ketë prova, oligarku nuk shkon në burg. Kjo është arsyeja pse her pas here oligarkët janë thirrë si persona ndjeni për hetimin, por nuk ka akuzën e tyre. Është Ilir Meta në burg, po jo Samir Mane që SPAK-u ka provuar që i ka dhënë ose i ka premtuar vila apo apartamente Ilir Metës për ligjin e minierave. Sepse në kodin penal që kemi ne, po kaluan 5 vjet dhe masa për korruptuesit, pra ata që japin lek, jo ata që marrin lek, është më e ulët se sa masa për ata që marrin para. Dhe ajo çfarë ne do propozojmë gjatë këtij viti parlamentar përmes deputetit tonë Redi Mushi, është që e para njëherë të barazohet dënimi për korruptuesin të korruptuarin, kur bëhet fjalë për korruptimin e zyrtarëve të lartë shtetit. E dyta, të rritet dënimi maksimal, të shkojë nga 10 vjet deri në 20 vjet për korrupsionin më të lartë, dhe e treta, të mos ketë parashkrim për veprat e korruptimit të zyrtarëve të lartë shtetit. Po këto nuk janë dorë të SPAK-ut. Të SPAK-u GKK-ja veprojnë me ligjet që janë në fuqi, dhe nuk mund t'i kërkojë llogari. Dhe kjo është domosdoshmëri, kjo pjesa e korrupsionit. Kjo është detyrë e një partie politike që ta çojë përpara. Nuk është detyrë e institucioneve të drejtësisë. Institucionet e drejtësisë, duhet t'i kujtoj qytetarëve, veprojnë në bazë të ligjeve që institucioni ligjvënës harton. Përdorin armët që kanë. Pikërisht. Nuk krijojnë dot armët ja jep legjislativi. Po. Mirë, erdhëm në fund të kësaj bisede. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi që të kisha. Ndërkohë, ne pas kësaj bisede do shkëputemi pak, do rikthehemi përsëri me pjesën tjetër. Ju na bëni subscribe, jepni edhe komentet tuaja. Ndërkohë, si e tham, do të kemi edhe të ftuar të tjerë, do flasim pikërisht për çështjen e Zvërnesit, por edhe çështje të tjera.